Ja, kush i dhuroi puthjen e ëmbël shyhërit e Behlulit në mes të Italisë? Shyhërit e Behluli po e shijon kohën së bashku me vajzën dhe djalin e saj në Venecia të Italisë. Në një fotografi të postuar nga djali i saj i vogël, shihet derisa po i dhuron një puthje nënës së tij. Ajo duket më e lumtur se kurrë me fëmijët në krah. Kujtojmë që ky është djali beqar i këngëtares. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.